Ai na bëri krenar të gjithëve. Me këto fjalë Muhamet Feta Al Ahmed përshkruan veprimin e djalit të tij Ahmedit, një moment që sipas tij do të betet i glendur në kujtesën kolektive të botës. Në një rrëfim për BBC-n, babai i heroit tregon se i biri veproi nxitur vetëm nga ndërgjegjja dhe humanizmi, pa menduar për rrezikun që po i kanosej. Sipas tij, Ahmedi ndodhej fare rastësisht pranë vendit të ngjarjes, pasi kishte dalë për kafe me një mik, kur pas skenën e tmerrit, njerëz të shtrirë në tokë, gjak, gra dhe fëmijë të sulmuar, reagimi i tij ishte i menjëhershëm. Ai pa viktima dhe nuk mund të qëndronte duar kryq. Mendoi për njerëzit e ndjerë dhe u holl mbi personin e armatosur, duke i rrëmbyer armën, rrëfen babai i tij. Gjatë përleshjes, Ahmedi mbeti i plagosur në shpatull dhe në dorë dhe aktualisht po trajtohet në spital për plagët e shkaktuara nga arma e zjarrit. Pavarësisht se arriti të marrë armën agresori, 44 vjeçari, babai i dy fëmijëve, nuk qelloi ndaj tij. Megjithatë, sulmuesi nuk nguroi të hapte zjarr duke e plagosur rënd. Ngjarja ka tronditur opinionin publik dhe ka marrë hon të gjërë ndërkombëtare. Kryeministri Chris Minns e cilësoi ndërhyrjen e Ahmedit si skenën më të pabesueshme që kam parë ndonjëherë në jetën time, duke vlerësuar guximin e treguar përballë rrezikut ekstrem. Identiteti i heroit nuk u bë publik menjëherë, vetëm pas disa orësh mediat australiane vendosën të zbulojnë se ai ishte një arab musliman. Sipas gazetës italiane Corriere della Sera, në ato momente pati edhe një lloj beteje për autorsinë e aktit heroik, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu citohet të ketë deklaruar se kishte parë një video ku një hebre sulmonte njërin nga agresorët. Pavarësisht polemikave, historia e Ahmedit mbetet një dëshmi e fuqishme se humanizmi dhe guximi individual mund të dalin mbi çdo ndarje fetare apo etnike, duke kthyer një qytetar të zakonshëm në simbol shprese dhe solidariteti njerëzor.